Seanca paraprake për çështjen e privatizimit të ish kompleksit sportiv Partizani është shtyrë dhe do të zhvillohet me 18 prill në orën 9:30. Në këtë dosje janë përfshirë figura të njohura politike dhe nga bota e biznesit, përfshirë ish kryeministrin Sali Berisha, dhëndrin e tij Jamar Bërmalltezi dhe biznesmenin Fatmir Bektashi. Jamar Bërmalltezi ndodhet në arrest shtëpie që prej nëntorit 2023, pasi akuzohet nga SPAK për korrupsion pasiv në bashkëpunim. Masa e sigurisë ndaj tij u ndryshua nga arrest në burg në arrest shtëpie me vendim të gjykatës Iliriana Ulldashi, duke ndryshuar vendimin e mëparshëm të shkallës së parë. Sipas deklaratave të Malltezit, akuzat janë ngritur mbi bazën e një kallëzimi të pabazuar që ai thoshte se vjen nga ministri Tauland Balla. Ai pretendon se prokuroria e posaçme ka zhvilluar një hetim të thelluar që zgjati 4 vite përfshirë dhe antar të familjes së gjerë të Sali Berishës, por pa gjetur shkelje ligjore nga ana e tij. Malltezi ka kundërshtuar gjithashtu pretendimet e SPAK-ut se prona ishte tokë shtetërore, duke i quajtur ato të pavërteta. Ai thotë se destinacioni i tokës ishte ndryshuar në kohën kur Edi Rama ishte kryetari i Bashkisë së Tiranës, konkretisht në vitet 2004 dhe 2006. Ndërkohë ndosja mbetet një ndër çështjet më të nxehta që ndjek SPAK në kuadër të hetimeve për korrupsionin e lartë.